Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të nderuar të televizionit Avria, mirë se erdhët në emisionin e radhës në emisionin e bord. Tani më po dihet zgjedhje të jashtëzakonshme kemi me 28 dhjetor. Si erdhëm tek këto zgjedhje prapë brenda një viti, dhe cilat janë ofertat e partive politike për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe cila është përgjegjësia e subjektit politike, do të flasim me Jakub Nurën nga Partia Demokratike. Përshëndetje zoti Nura, faleminderit që gjatë kohët jeni pjesë e televizionit Avria. Përshëndetje nga ana ime, juve dhe teleshikuesve tuaj. Presidenti i vendit ka shpallur zgjedhjet të jashtëzakonshme me 28 dhjetor. Viti 2025 pothuajse viti humbur, viti i zgjedhjeve. Si e keni pasur si Parti Demokratike këtë vit? Po si që thatë edhe ju, fatkeqësisht është një vit i cili është i humbur, për të cilin me keqardhje të them se ne edhe jemi dëvonuar, thuja në të gjitha proceset, si në proceset e integrime, si në proceset e zhvillimit të vendit, dhe t'ja humbësh Kosovës një vit të tillë është e dhimbshme dhe mendoj që mëkatari i kësaj humbje shpresoj dhe besoj që popullata do ta identifikojë dhe do e ndeshkojë në zgjedhjet e ardhshme, të cilat janë pa vullnetin e Partisë Demokratike, po të cilat nuk hezitojmë edhe ne të futemi në to. Zoti Nura, që nga shkurti, kur janë bërë zgjedhjet nacionale, deri me tani subjektet politike kanë akuzuar njëra tjetër në shenjë apo për t'ia vënë përgjegjësinë anës tjetër, ose lëvizja vetëvendose ka akuzuar partitë ish opozitare, ndërsa partitë opozitare kanë akuzuar partinë që ka qenë në pushtet për këtë ngecje apo këtë ngërç politik. Ku qëndron e vërteta? Po, mendoj që gjatë gjithë kësaj periudhe është po qartas që e vërteta është e thjeshtë për të parë dhe për të identifikuar, që nga zgjedhjet e shkurtit të këtij viti, partia që mori numrin më të madh të votave e pakënaqshme me rezultatin të cilin e mori dhe me rënien në numër, mendoj dhe veproj në atë formë saqë të përpiqet gjatë gjithë kësaj kohe ta vej fajin diku tjetër dhe neglizhoj ose e zhagiti procesin deri në këtë moment ku mendoj që bashkarisht me akterën kryesore, kryetaren e shtetit tash për tash, e pronën zgjedhje deri në dhjetor që është një absurd në veti, ditë e pushimit që janë në tërë botën, të qohemi ne edhe të marrim zgjedhje, mendoj që është e padrejtë edhe për qytetarët, po e padrejtë edhe për ata që garojnë në këto gara. Kështu që mendoj edhe besoj dhe që është deshifruar fajtori dhe ai i cili e ka bloku këtë vit edhe e ka humbë këtë vit për kapriçet veta. Pse mendoni? Pikërisht zoti Kurti është përgjegjës edhe nuk kishte në një formë ose formën tjetër i interesuar të bën institucionet për faktin që Partia Demokratike e Kosovës nuk ka pasur ofertë, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk ka pasur ofertë, Lidhja Demokratike ka pasur në drejtim të saj 2 letra, por nuk kanë qenë apo nuk janë vlerësuar si letra oferte serioze dhe sinqerta, po ashtu ka pas bisedime me nismën edhe me atë nuk ka mund të artikulohen. Cila është qëllimi i zotit Kurti në këtë drejtim? Unë të them kjo është e qartë, pasi që ofertat që i ka drejtu në drejtim të partive kanë qenë vetëm sa për të thënë, pasi që një
për afri ose një ofertë më serioze mund të them, edhe se edhe ajo ka qenë vetëm sa për sy e faqe, ka pas me nismen, e cila i ka pas në gjirin e vet ose në mundësinë e vet i ka pas 3 deputet të cilët nuk i kishin mjaftue për ta formuar qeverinë. Letrat që i ka drejtue drejtim të lidhjes demokratike, unë mendoj edhe ato kanë qenë vetëm farz sa për të mbuluar dhe sa për të arsytuar nesër ose tani të qytetarë që unë e bëra përpjekje të mjaftueshme, por opozita nuk deshti. Edhe se unë mendoj që edhe nëse ka bo ofertë ma serioze, po prap fajtor është ai i cili nuk e don asnjë parti politike të afrohet me të, pasi që dihet botërisht lidhjen demokratike e ka poshtëru në mandatin e parë kur e mori, duke i nxirr ministrat dhe duke bën një lojë të them të pa drejt dhe të pa skrupullt kundrejt një partije politike e cila ishte në koalicion me të. Kështu që unë e di që lidhjen demokratike e ka, si që thojnë, e ka djeg kungullin e sofer dhe pastaj ju ka frigu edhe në garë nuk ka guxu me u afru ose me pas nëj afrime ta. Tek ne nuk ka pas nëj iniciativë për të pas koalicion, edhe se unë që në fillim të krijimit, pasi që u kriju e Parlamenti i Kosovës, e kam pas një mendim të cilin e kam shprej edhe në kryesi të partisë dhe jo kam thënë, kjo dihet botërisht që ata nuk na dojnë për krijimin e institucioneve si parti, por ne duhet t'i drejtohemi me një letër dhe t'i kërkojmë që na jemi të gatshëm për të hyrë në koalicion, por kryeministri na takon Partisë Demokratike, pasi që është njeri i dëshmuar dhe është më i mirë se kryeministri tyre, pasi që gjatë 5 viteve ka qenë një deshtak në udhëheqjen ose në ekzekutiven si kryeministër i Kosovës. Nga 9 shkurtë e këtij viti deri më dje, kur është shpërnda kuvendi i Kosovës, keni qenë të zgjedhur deputet, por nuk keni mundur të ushtreni këtë detyrë për faktin e ngërçit politik që ka ndodhur, zvarritjeve deri më tani. Po ashtu, a ka pritur zotri Kurti në këtë drejtim që të thehet njëri subjekt politik që kanë qenë parti ish opozitare, a ka llogaritur në këtë që do të lodhe në këto zvarritje, apo ka menduar që dal nga dal do të afrohet dikush edhe do të voton blanko edhe qeverinë? Jam i bindur që fituesi i zgjedhjeve, partia Vetëvendosje nuk ka prit dhe nuk ka dasht t'i krijoj institucionet e Kosovës, pasi që ka qenë i pakënaqur me rezultatin të cilin e ka arrit në votimet e shkurtit. Kështu që me lojnat e tij dhe prapaskenat që i ka përdor, ai ka tentuar që ta krijojë një alibi ose një mendim të rrejshëm tek qytetarët e Kosovës që une jam për krijimin e institucione, une jam për zhvillimin e vendit, por që janë këta të cilët nuk me ofrojnë edhe nuk me ofrohen, kështu që gjithherë që nga fillimi me paraqitjen e mandatarës së parë për kryetarët kuvendit, vetëm lojra politike, lojra sa për të thënë dhe për ta kaluar kohën deri në këtë moment se na ka prunë 10 orë. Gjatë kësaj kohe kemi po shkelje kushtetuese. Bile një musafiri juni na ka thënë që shkelja kushtetutës është bën si shkelje kundërvajtës tani në Kosovë. Nuk mirët parasysh. Kemi po vendime të Gjykatës Supreme
që kanë dalë që kanë qenë vendime që nuk guxojnë të marrin vendime qeveria në detyrë, për faktin që edhe deputet edhe ministra nuk mund të jenë. Por s'kemi po një veprim të opozitës ose partive ish opozitare në këtë drejtim më reagues ndaj këtyre veprimeve dhe çdo gjë ka vepruar ashtu siç ka dashur apo siç e ka menduar lëvizja vetëvenduese. Ne disa herë me iniciativat tona edhe në qeverisjen e maparme dhe në mandatin e maparëm të Parlamentit Kosovës, deputetët tanë kanë qenë të zëshëm dhe kanë bo përpjekje që çdo herë kur është shkel kushtetuta të dërgojnë ato lëndë dhe një pjesë e madhe e tyre është fituar nga Partia Demokratike, e cila i ka paraqit ato. Une mendoj dhe kur nuk dua ta shoh Partinë Demokratike duke u zvarritur ose duke hedhur gaz lotësjellës në Parlamentin e Kosovës, pasi që këto institucione i kemi kriju me mund dhe mendoj që çdo njeri duhet të jetë i përgjegjshëm dhe të bëj atë që është e nevojshme në foltore dhe në atë duke i dërguar atu ku duhet lëndët siç i ka dërguar më parë, por kurse si nuk e shoh të arsyeshme që ne si parti të dalim dhe të përpiqemi të shkatërrojmë atë që e kemi ndërtuar me shumë mund. Kemi po në kohë të fundit tani gati, jemi pa gati fare, jemi në proces zgjedhor prap, edhe kemi po sulme të një pasnjëshme. Televizës vetëvendose ka shi Partisë Demokratike të Kosovës. Një nga to ishte edhe një fotografi e zonës Haxhiu me një koment që Partinë Demokratike të Kosovës e fotografon së bashku me listën serbe dhe deklaron pafashësisht që në harmoni apo me listën serbe jeni bashkëluftëtarë. Ja dhe mjasharit, ndër celulat e para, njerëzit e parë të shtrishtlimtarët e Kosovës, cilën është komenti juaj ndaj zonës Haxhiu, e cilën pyet ose ofendon në këtë formë. Shiqo, ajo fotografi është turpi i zonjës Haxhiu. Unë të them sinqerisht, zonja Haxhiu prej një familje e cila me një gjysh të saj i cili ka qenë i jashtëzakonshëm dhe kontribues i jashtëzakonshëm për lirinë e Kosovës, të del një mes e tij dhe ta bëj një fotografi të tillë të turpshme, unë mendoj që tamam i bjen fjala që e përdor populli shpesh, që prej Skenderi del Beteri. Ajo e ka përdor një tradhti, mund ta them, të cilën e kemi kundërshtuar Nait Hasani edhe unë afër tij që mos ta bëjmë atë votim me durë të ngritura për me elektronik. Për ka qenë arsyeja ose thirrja për një votim të tillë ka qenë nga ulësja e kryeparlamentarit, e cila ka thënë që deputetët e lëvizjes vetëvendosje nuk i kanë kartelat. Dhe ju lutemi të votimin ta bëjmë duke i ngritur duart. Kjo ka qenë një pabesi ose një shfrytëzim klasik ose i ndyt i planifikuar që me ku që ata të shtiren që nuk i kanë kartelat për të votuar elektronik dhe e kanë nxjerrë këtë fotografi të cilën them sinqerisht është e turpshme të bësh në atë rend të fush edhe njerëz të cilët mendoj tërë jetën e tyre dhe familjeve të tyre i kanë vu para tyta të armëve ose para bajoneta të armikut
përballë tyre, i kanë vua dhe familjet e tyre, e ti krahasosh me listën serbe, është e pandershme, është fyese edhe për varrin e gjyshit e saj. Shihet edhe një element tjetër nga lëvizja vetëvendose, po saqërisht nga Dejona Mihajli, që çdo dytën ditë pothuajse sulmon kryetarin e degës së Partisë Demokratike të Kosovës në Skënderaj, zotri komandantin Samir Lofshtaku. Pse bëhet nga lëvizja vetëvendose me tekst të veçantë nga Dejona Mihajli ky sulm ndaj Samir Lofshtakut? Shiqa, une një thënie të pleqve ose një thënie popullore dua ta them këtu. Une ende nuk kam pa të i sulmue një lis ose një pem e cila nuk ka fruta. Gjithherë sulmohet një pem e cila ka fruta, edhe sa ma e embelt është sulmet ose gjujtjet ndaj asaj peme janë edhe më të furishme dhe më të shumta. Kështu që ata e shohin të Samir Lofshtaku një figurë e cila është e pathyeshme në hapësirat të cilat ai graviton, dhe thuja edhe në tërë Kosovën e ka një autoritet të një burri, të një luftetari dhe një njeriu cili e ka treguar veten thuja edhe 2 dekada para shlirimit. Zinora, tani jemi në proces zgjedhor, Partia Demokratike e Kosovës ka ndrruar edhe kryetarin, zotri Memli Kasni që ka dhënë ndërheqje, është zgjedhur Bedri Hamza. Sa është e përgatitur, sa është e konsoliduar Partia Demokratike e Kosovës të hynë në garën zgjedhore të 28 dhjetorit? Po, Partia Demokratike është, them të drejtën, është një parti e krijuar në bazat e forta tek njerëz, tek elektorati i tij, i paluhatshëm, siç është edhe në kryesinë e tij, dhe kryetari Memli Krasniqi, unë mund ta falenderoj nga kjo studio, i cili e ka bën maksimumin për ngritjen e Partisë Demokratike, dhe mendoj që ka qenë shumë e qelluar edhe dorëheqja në momentin e caktuar, të cilit ja ka dhënë një autoritet ekskluziv figurës së Bedri Hamzës dhe pretendentit për kryeministër të Kosovës pas dhjetorit. Dhe shumë besoj dhe dua të besoj që Bedri Hamza duhet të jetë kryeministri i Kosovës pas në 2026, pasi që besoj tek ai që i vetmi është që do ta nxjerrë Kosovën nga kjo situatë e cila është jashtëzakonisht e paqëndrueshme për këtë kohë në të cilën inflacioni thuaja po lëviz për çdo ditë, shtrejtimet dhe kosta e jetesës së qytetarëve është bërë thuaja e pamundur të jetohet. Çka do të jetë ndryshe nga zgjedhjet e shkurtit të këtij viti në këto zgjedhje, edhe cilat janë pritjet e Partisë Demokratike të Kosovës? A do të ketë befasira brenda listës apo brenda subjektit politik, sepse tani jemi në një proces edhe të zgjedhjes së kryetarit Bedri Hamza në brenda subjektit, po edhe të zgjedhjeve nacionale? Unë, siç e thash, Partia Demokratike nuk pret rënje për shkak të ndryshimit të kryetarit. Partia Demokratike dhe të gjitha parti tjera jemi bindur që nuk do ta kenë atë vot aq masive si kur në zgjedhjet e shkurtit. Për arsye se qytetarët i kemi lodhur me zgjedhje të njepasnjeshme. Dhe mendoj që këtë rënje të numrit të votuesve do ta ketë më së shumti dhe do të jetë me goditura ajo e cila na ka prunë këtë ditë dhe i ka shkaktu këto zgjidhje të njepasnjeshme, që ajo është lëvizja vetëvendosje. Ajo do e ketë rënjen më të madhe të cilën unë besoj që do ta përjetoj ndonjëherë.
Data është caktuar 28 dhjetori. Partia Demokratike e Kosovës ka pasur një propozim që të jetë 21 dhjetori. Shumë kush është diskutuar që 28 nëntori është arsyeja e mërgatës. Si do të përdoret në këtë drejtim, apo sa do të shfrytëzohet që komunikimi me mërgatën, ballafaqimi me realitetin, me terrin, me jetën e përditshme në Kosovë, që të prekin një realitet nga partitë ish opozitare, konkretisht nga Partia Demokratike e Kosovës, dhe a do të jetë ndryshim i qasjes edhe njerëzve që kanë jetuar jashtë, që vinë në pushime në këtë drejtim. Po, une, siç e dim edhe ne të gjithë, premtimet që i ka bërë kryeministri në ikje i lëvizjes vetëvendosje, kanë qenë premtime megalomane, kanë qenë premtime të cilat e kanë josh çdo njeri që i kanë dëgjuar. I ka premtu qaq shumë, sa që edhe ata njerë që janë konë shumë larg partive politike, i ka ofruar rreth vetit e cilët kanë dashur me i besue në kauze të rrejshme të liderit ose të lëvizjes vetëvendosje. Unë besoj që mërgata jonë është atë e u ballafaqu gjatë këtyre 5 viteve me realitetin i cili është i pandryshueshëm, që 5 vite nuk ka bë asnjë benefit për ti jush ose për ta votuar prap. Kështu që mërgata e besoj që do t'ja jap goditjen siç e ka merituar lëvizja vetëvendosje. Zëdinore, në këtë nga prilli deri më tani partitë ish opozitare kanë bërë rezistencë. Karshi lëvizjes vetëvendosje në këtë rast. Por zgjidhje nuk kanë mundur të krijohen. Për faktin që nuk kanë mundur të koordinohen bashkërisht edhe të bëjnë një blok edhe të formojnë qeveri. Zgjedhjet e reja. Ato të krijojnë një zgjidhje apo do të vazhdojnë prapë ky ngërsh politik edhe kjo turbullencë politike. Jam i bindur që zgjedhjet e ardhshme do të krijojnë favor të ndijshëm tek partitë opozitare, përkatësisht të Partia Demokratike, e cila mendoj dhe besoj që do të jetë fituese dhe do të jetë udhëheqëse e qeverisë së Kosovës gjatë vitit 2026 dhe tutje. Mendoni që pas këtyre zgjedhjeve është edhe një problem tjetër. Është problemi me presidentin. Sepse duhet të zgjidhet edhe një president i ri, apo do t'i vazhdohet mandati i presidentit nëse ka ambicie të tilla. Si do të arrijnë subjektet të krijojnë 80 vota ku nuk kanë mundur të arrijnë 61 vota deri në këtë. Janë të njëjtit aktor politik, të njëjtit protagonist politik dhe të njëjtat subjekte politike. Po them të drejtën, për këtë rast nuk mund të supozoj diçka pasi që nuk jemi ballafaquar ende me realitetin dhe nuk jemi ballafaquar ende me propozimet të cilat pretendojnë ose mendojnë partitë politike të asjesin në krye të shtetit. Kështu që krejt varet nga emri i cili do të jetë si i propozuar për president Kosovës, mendoj që ai do të jetë lëvizësi ose bllokuesi i çështjes ose i vazhdimit matutje të partive politike. Kështu që nuk kam ndonjë ide ose mendim ose diçka që mund të them konkrete, pasi që nuk jemi ballafaquar me situatën e tillë ende. Derisa të certifikohen në zgjedhje do të vjen i njëjti problem, i njëjti shqetësim me këtë rast, me zgjedhjen edhe të presidentit, që këto zgjedhjetohet do të varjojnë edhe tek zgjedhja e presidentit. Mendoj që deri atëherë do të reflektojë edhe partia e cila i ka marrë në këtë radhë shumicën e numrave, kështu që populli do e ndeshkoj dhe do ja jap çmimin e merituar kësaj dhe do të jenë në realitet i ri pas zgjedhjeve të dhjetorit. Sot do të jetë e gatshme. Partia Demokratike e Kosovës, zoti Hamza ka thënë që nuk do të kemi vija të kuqe, sot do të jetë e gatshme për bashkëpunim
pas zgjedhjeve të 28 dhjetuarit Partia Demokratike e Kosovës në koalicione, në bashkëqeverisje me subjektet e tjera, cilat do të jenë prioritetet e këtij subjekti? Unë mendoj që Partia Demokratike duhet me pas kryeministrin e Kosovës dhe ato i mbetet kryesisë të vendos dhe organeve tjera të partisë. Po mendoj që edhe besoj që kryeministri i ardhshëm i Republikës Kosovës do të jetë nga rrollët e Partisë Demokratike dhe ai do të jetë Bedri Hamza. Në këtë fushatë zgjedhore, sot do të jetë hapur Partia Demokratike e Kosovës ndaj figurave, ndaj shoqërisë civile, ndaj subjekteve të tjera që të jenë në një listë. Mendohet, flitet në këtë fazë? Po, Partia Demokratike gjithherë ka qenë e hapur ndaj personaliteteve, ndaj figurave të çmuara dhe figurave të shoqërisë civile, por për koalicione dhe këtu ende nuk kemi diskutuar diçka, pasi që mendoj që kjo është faza vetëm në të cilën mendoj që do të vinë në të ardhmen edhe ato ballafaqime dhe ato diskutime. Po për individ dhe njerëz të cilët ja duan të mirën Kosovës, Partia Demokratike i ka pas dyert e hapura gjithnjë. Për fund, zotin Ora, e vini nga një bastion i Partisë Demokratike të Kosovës, që është Skenderaj. Edhe çdo herë Drenica në këtë rast ka dhënë startin, fillimin në vota, edhe ka qenë në një formë ose formën tjetër e pathyeshme. Spritet nga Skenderaj dhe nga Drenica tek elektorati PD-s. A mund të elektrizani, a mund të jashni? E thatë edhe ju që është bërë tepër brenda vitit, janë votuar tek ju në Drenicë 3 herë, por në komunat e tjera 4 herë. Sot do të mundi të elektrizani, të aktivizani elektoratin, qytetarët që të dalin prap të mbështesin Partinë Demokratike të Kosovës. Unë mendoj që jo vetëm në Skenderaj, por në tërë Kosovën do të reflektojmë dhe të gjykojmë drejt dhe të shohim interesin e Kosovës para interesave individuale. Mendoj që nga e tërë Kosova çdo votues i bëj thirrje që ta qetë interesin e Kosovës para interesave çdo interesi tjetër. Mendoj që lëvizja vetëvendosje duhet të ndëshkohet nga të gjithë votuesit në Kosovë dhe mendoj radha nuk duhet të jepet më kësaj partie. Pasi që e shoh si rrezik nëse merr edhe një mandat, do të jetë i rrezikshëm për interesin e Kosovës. Pasi që mendoj tu e pa lëvizjet e tyre, tu e pa përpjekjet që çdo institucion të shtetit ta kop dhe ta mbizotroj vet, i frigorna që gjatë mandatit tashëm po që se i jepet rasti, do i kap edhe gjykatat me të cilët është ka ban luftë vazhdimisht, e të cilat nëse bien në durët e tij, thëm të drejtën, do të jetë një rrezik që Kosova të kaloj një periudhë të errët në vitet e ardhshme. Zotin Ora, faleminderit për kohën dhe opinionin e dhënë. Ju urojmë sukses. Faleminderit, faleminderit edhe për jush. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.